Në shtëpinë e Big Brother Kosova ndjenjat nuk lindin ngadalë si jashtë. Ato rriten me shpejtësinë e ditëve të mbyllura, të netëve pa gjumë dhe të kamerave që nuk falin asnjë dridhje qerpiku. Për Limin, kjo përvojë ka marrë fytyrën e Dolces. Një fytyrë që në fillim ishte thjesht shoqëri, pastaj kuriozitet, e sot është bërë qendra e mendimeve të tij. Të gjithë e kanë vënë re ndryshimin. Limi javëve të para ishte i qeshur, i lirë, me batuta për çdo. Limi i ditëve të fundit është më i heshtur, më i menduar, sikur brenda vetes mban një bisedë që nuk mbaron kurrë. Sa herë Dolce hyn në dhomë, ai drejtohet pa vetdije nga ajo. Kur ajo qesh edhe ai. Kur ajo mërzitet, fytyra e tij errësohet. Dashuria në Big Brother nuk troket, ajo të zë në prit. Gjithçka u bë e dukshme mbrëmjen kur Limi nuk mundi më ta mbante brenda atë që ndjente. Ishin vetëm në kuzhinë, larg zhurmës së të tjerëve. Dolce po fliste për diçka të zakonshme, por ai nuk po e dëgjonte me vesh, po e dëgjonte me zemër. Në një çast heshtje ai i tha: "Je shumë e mirë." Nuk ishte thjesht kompliment. Ishte rrëfim i zhveshur, pas bukurime. Dolce e pa e habitur, me një buzëqeshje të lehtë që përzihej me hutim. Ajo e kuptoi se ajo fjali mbante më shumë se 2 fjalë. Prej asaj nate, mes tyre u krijua një botë e padukshme. Një afërsi e vogël në divan, një prekje e shpejtë kur kalonin pranë njëri tjetrit, biseda me zë më të ulët se zakonisht. Shtëpia e ndjeu menjëherë. Në Big Brother asgjë nuk fshihet, edhe heshtja ka mikrofon. Banorët nisën komentet. Disa me humor, disa me thumba. Olta e vështroi Limin me atë buzëqeshjen e saj hetuese, Arditi hodhi batuta për dashurinë e re, ndërsa të tjerët vetëm bashkonin. Por askush nuk e dinte çfarë po ndodhte vërtet brenda tij. Sepse drama më e madhe nuk po luhej para kamerave, po luhej brenda shpirtit të Limin. Ai e donte pranë, por kishte frikë ta pranonte hapur. I trembej refuzimit, i trembej talljeve, i trembej faktit që ndjenja e tij mund të bëhej temë pri. Mei, në një bisedë me një nga djemt, ai tha: "Nuk kam ardhur këtu me ra në dashni, po më ndodhi pa më pyet." Kjo fjali ishte portreti i tij i vërtet. Dolce nga ana tjetër qëndronte në një vit të hollë. Ajo nuk e largoi, por as nuk i hapi plotësisht derën. E pëlqente vëmendjen e tij, sinqeritetin e thjesht prej djali pa maska, por e dinte se brenda asaj shtëpie ndjenjat rriten më shpejt se sa mund t'i mbajë njeriu. Netët u bën më të vështira për Limin. Ai e shite Dolcen duke folur me të tjerët dhe xhelozia i përvëlonte kraharorin. Përpiqej ta fshite me shaka, por sytë e tradhtonin. Dashuria e bën njeriun të brisht, dhe ai po bëhej gjithnjë më i tejdukshëm. Një mbrëmje, teksa po rrinin në obor, Dolce i tha me gjysmë zëri: "Mos u lidhe kaq shumë me mua, Limi." Ato fjalë e goditën më fort se çdo debat. Ai buzëqeshi, bëri sikur nuk ishte asgjë, por atë natë fjeti vonë, duke vështruar tavanin dhe duke pyetur veten pse një ndjenjë kaq e bukur mund të dhemte kaq shumë. Publi